Marrëzia e fundit bëri që qendra e qytetesh të heshtin. Shumë kazino janë mbyllur. Të bllokuara ato do të qëndrojnë deri në verifikimin e plotë të dokumentacionit. Operacioni ka goditur ashpër kryesisht në Vlorë, Korçë dhe Elbasan. Në këto qytete duket se dhe toleranca e deritanishme ndaj tyre ka qenë më e madhe. Shifrat policore flasin për qindra pika bastesh e lëra fati në mbikëqyrjen e policisë me shenjë dalluese të shiritit të verdhë. Ka patur sekuestrim të pajisjeve elektronike që shërbenin për organizimin e llotarive të palejuara. Në disa qytete kryesore është bërë dhe shoqërimi i pronarëve apo i menaxherëve të basteve. Forcat e policisë përgjatë orëve të operacionit janë futur edhe në komune e fshatra. Pothuajse të gjitha dyqanet e këtij lloji të hapura në zonat rurale janë mbyllur. Policia ka zbuluar mungesë të plotë të dokumentacionit ligjor. Operacioni Marrëzia e fundit nisi në orën 17 të së hënës dhe zgjati disa orë. Në disa zona ai do të vazhdojë sërish pasi nuk është realizuar inspektimi i plotë. Rreth 100 forca policie në çdo qark u angazhuan në këtë aksion.